Rruga e dy fshatrave në Postri, Bajoj Dragoçit dhe Kullajve me gjatësi 1.6 km po shkon drejt përfundimit. Komuniteti i zonës e vlerëson këtë ndërhyrje që vjen pas shumë vitesh dhe si një domosdoshmëri për këto fshatra. Ka vite që ka pas nevojë më ushtru, sot na ka shtu për spahet, ballë mirë e kanë bëha, ma mirë kërkojmë prep. Rruga ujë e drita të nësë që prej bashkisë. Kjo vite ka 20 vjetë që ashtru. Të shkarë sa ati mje ba. Se atë në tjerë që ju arë nërmen. Kjo rrugë nuk ka prek për 20 vite. Edhe mas kërkesa kana ba, ma në fund u hol e drejta, ose se me thonë, u hol edhe firma, që kjo rrugë bëhet edhe të shtrohet ashtu si që duhet në standardet kryesore të një rrugë tjetë. Nëse kërkesat që kena lonë, bashkia nej shfrytëzon ne, besoj që çdo rini edhe çdo i ri ka me punu në këtë zonë dhe ka me nejnë zonë vetë. Administratori Postribës, Avenir Qela, thot se lidhur me kërkesat e banorëve të shprehura pak ditë më parë, përmes një proteste, ato do të zgjidhen me një investim të dytë që do të bëhet në zonë. Është drejt përfundimit, sot kryen çdo gjatë dhe është 1.6 km, i vjen ndihmë 2 ndër fshatrat më të mëdha të zonës tonë Postribës. Pjesa tjetër është diçka e pamujtur sepse kushtet teknike nuk e lejojnë për me u bë 4 metra, duhet një investim tjetër që për mu arrit ajo gjë. Investimi në këtë zonë vjen në kuadër të një pakete investimesh prej 24 rrugësh rurale dhe në qytet, nga Bashkia Shkodër, bën me dije Zyra e Shtypit.